Shikues nderuar, mirëmbrëma edhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Po duket sikur ma në fund u sqaru puna e korrigjimit kufive. Dikush e ka quajt hap patriotik, dikush e ka quajt rrezik të interesave kombëtar, dikush kish me thonë që krejt kjo punë është edhe një groshtimizave për mja siguri karikën vetës edhe naj ditë. Krejt to janë ende analizat hershme të asaj që e kemi me pa në raportet Kosovë-Serbi. Por në të vërtet, ajo që është e qartë është se ky korrigjim në të vërtet është përpjekje me rrit çmimin në momentin kur pazari është ka fundi. Për këtë arsye edhe një paknasi kaq e madhe në popull, edhe një huti, një thuajse i tër populli është gjvosh prej pjesëmarrjes aktive në vendimarrje për të ardhmen e vet, për me i rujt resurset e veta. E në momentet të tilla, e vetëmja mënyrë për me u aktivizu, për me u siguru që klika politike dëgjon çka po thot populli, që klika politike së paku e merr në konsiderat nevojën edhe kërkesën e popullit, është protesta. Por, do të shtojmë pyetje, a duhet me protestu? Pse duhet me protestu? Qysh duhet me protestu? Apo jemi ngërthy si shoqëni në bërje politik me protesta? Për me diskutu për këtë, në studio kam ftu Lutfi Hazirin nga LDK-ja, të cilët i kemi dëgjuar të thonë protesta po, jo sot. Bilal Sherifin nga Nisma, të cilët i kemi dëgjuar të thonë bëni numrat se na ja ushtojmë. Glauko Njufca nga Vetëvendosja, të cilët kanë master e doktoraturën në protesta politike. Haki Abazi nga Instituti i Demokracive në Zhvillim, të cilën e kemi dëgjuar edhe po e ndëgjojmë të thonë pa protesta s'mujmë shku përpara. Zotni Haziri, aja kom qëllu me që të përshim ajo, protesta, po jo, maybe like. Kemi thonë protesta po ne kur të organizojmë. Naturisht, LDK-ja mas luftës, është fokusu, është përqëndru në ndërtim të institucionit dhe shtetësisë dhe roli saj. Gjithmonë përmes proceseve zgjedhore ka qenë i përqëndrum në institucione e jo në rrugë, shprehjen e paknacive apo në organizim protestave, nëse e kem parasysh rezistencën aktive që ne kem pas në politikë si mjet kryesor protesten, dalën në rrugë, protestimi, ngujimi dhe masoviteti që na kanë përcjell. Praktikisht vokacioni jon prej rezistencës e cila ka qenë protestë në rrugë, mas luftës ka kalu në përqendrim në institucione, por nuk është përjashtu asnjëherë si mundësi e shprehjes paknacive politike dhe formave. Ajo që kemi pa viteve të fundit, degenerimi i protestave në dhunë, edhe në atak edhe personal edhe institucional, natyrisht LDK-n e bën me kthy besimit vet edhe mjeteve të veta politike që puna mbrana institucioneve më shumë, sepse protestat e ne as nuk bën përputhje me legjislacionin fuqi, që është një procedurë që garanton edhe identifikon organizatorin, e as që përfundojnë mirë, sidomos kohëve të fundit kanë përfunduar jashtëzakonisht keq. Para se shkojmë tutje që të bashkimin me Lugirin e Preshevës, kush kujtja ka kopju detyrat këtu? Si po thunë, kush e ka nisi pari? 2019 unë kam nxjerrë dhe kam besu një kauzë dhe opcioni cili duhet me shku. Trendi e ka bo, ashimi e ka bo trendi tash. Trendi edhe trendi ndërkombëtar vile. Po. Haki, nuk është që ti nuk e nje LDK-n, a është LDK-ja që ajo e panjohura që e livrit ekuacionin kne-anej? Sipas teje, ka po shkon Terezia, a kne, a anej, lidhur me LDK-n? Unë menoj që për LDK-n është një farë momenti, në fakt kaloj një farë momenti i rëndësishëm, po nuk do më thonë që është homogen, si parti e cila një pjesë është për me rujt që atë farë formën e veprimit në përmjet status quo-s, e që ma ne gjinën justifikimet pse nuk do të me bo, se për gjithë shka mundet më gjetë justifikim, edhe në anën tjetër, është për mrena LDK-s një grup i madh që e di shumë mirë çka ka bëu këtu ja dhon krahun thaqit edhe politikës tanishme, e cila i ka kalu gjitha parashikimet e mundshme çfarë do me mundet me sjell një strukturë cilën i ka ndihmuar LDK-ja, e tash e kanë shumë qartë që duhet me zhbo atëfar procesi. Me sa ma pak dome, e që janë zona cilat sigurisht që LDK-ja është parti kogjo e disciplinume në kuptimin
edhe kur ka rebel mrena, kur thot kryetari edhe merret një vendim, shumë pak dilet jashtë korniza. Mirë po, e mira është që është një farë strukturë në teren e cila e mot pulsin ka njëherë ma mirë se sa vetë kryesia e LDK-s. Çka po struktura në teren? Unë menoj që shumica e njerëzve strukturat vjetrat LDK-s, qofshin ato aktive apo ato cilat janë tillnume me mos aktivizmin e plot LDK-s politikën kosovare, janë për me ndalu thaqin, me ndalu politikën degraduese, edhe një qeveri e cila e ka mbyll vetën mrena një oazet vetë lavdrimit se po bën punë të mëdha, po në fakt e ka ngrit vendimarrjen në pikën ku qytetari asun e prek, asun e sheh. E pse me ndalu thaqin i cili është i zgjedhur me proces demokratik edhe me votat LDK-s? E para menoj që nuk ka pas aty proces demokratik. Ma shumë ka pas njerëz që kanë protestu jashtë e zhurmë, nëse i këshyrim kohën kur është zgjedh, se sa njerëz mrena LDK-s edhe parlamentit që e kanë përkra. Mirë po ka qenë, hajde të themi një farë momenti parimor i respektimit një marrëveshje që LDK-ja e mur kryeministrin, e obligimi ka qenë me bo PDK-ja me marrë presidentin. Po këtu nuk justifikohet naiviteti i LDK-s të besu që edhe PDK-ja ka me respektu marrëveshjen. Në momentin e parë kur ju desht PDK-s e rëzoj vetë qeverin. Do më thonë, arsye të plot ka LDK-ja mos me respektu presidentin cilin e ka zgjedh, sepse është i njëjti që e ka trahtu marrëveshjen. Edhe jo veç njerë, po disa herë, edhe përfshi edhe reformën zgjedhore, edhe në kohën kur është shkarku Pacolli si president, gjitha historia e marrëveshjeve janë tradhtive që njëherë ka hongër LDK-ja, maneja AK-ja, tash edhe nisma, realisht, gjithë se cili bie përmrena kalkulimeve e kur e marrin vesh që në therë mas shpinës, ma nërë bëhet ko gjovan, po duket që një pjesë e madhe e LDK-s është këfjell. Veç bjen do individ përmrena që ende sigurisht po mshehen për mrapa justifikimit që protestat mujnë më konë dhëmshme. Do të me thonë që kauza e shtetit është shumë e dhëmshme se sa çka mundet me paramendu se mund me ndjell një protest. Jo një demonstrat, po flasim për protestat. Zotënia Azili dashtë me thonë diçka. Unë e di që Akia njeh mirë LDK-n, por nuk është ka identifikon fakt aja që është në LDK. Nëse mendon struktura që quhet brenda partisë militantizmi politik është pro asaj që ju e thatë, se pjesa dërmuese, pjesa e madhe e strukturës LDK-s është aktive, edhe është aktive me dekada në LDK. E njeh filozofinë, e njeh vlerat, mënyrën e organizimit edhe angazhimit. Po një grupë militantiste, ku nështë edhe na këna mërë pjesë si tri, ku e na konë, edhe angazhimit politike nuk e ka pro PDK-s, mund të ketë ma shumë pro ose kundër Hashim Thaqit. Se individ që jam një përveqëm i cilë është bo tash ma popullor se çdo parti tjetër dhe ma parti se çdo parti tjetër tu e vendosë këtë fokus që është edhe sot. LDK-ja i ka ikë këti lloj raportit, ne tha me korreksi, ne kemi bërë marrëveshje, kemi respektu marrëveshjen. Na nuk mund të flasim në emrin ata atyre që shkelin marrëveshjen. Marrëveshjen e ka shkel me dy kom, Kadri Veseli, i pari, e mandej kanë përcjell tjetër, ne e dim rolin e presidentit në shkeljen e kësaj marrëveshje, por Bilali, partia e ka nis. Marrëveshja LDK-PDK. Tash praktikisht është një moment interesant që duhet me pas parasysh. Këta e më bashkë për emocion me rrezull LDK. E çka jeni marrë vesh aty që është shkelë, Zotënia Azili? Ne në marrëveshje politike është kuptu një sen që Hashim Thaçi pa LDK-n s'kish mund të bëj president dhe ka shfrytzu këtë marrëveshje politike deri në momentin që është bë president. I ka paraprim marrëveshjes zgjedhja e Sa Mustafas kryeministër dhe natyrisht është bë sikur që tash Ramush Haradinaj ka kuptuar që pa PDK-n së mbot kryeministër dhe ka hyrë në marrëveshje të panit. Apo jo, sepse LDK-ja nuk ja dha besem në një formë apo formën tjetër. Tash ky raport, nëse nxjerrim realisht, kretë këta janë bë bashkë edhe lista sërbe me rrezu LDK-n për qeverisjes. Edhe protestat. Po i del që krejt parti tjera janë mjete për me majtë PDK-n pushtet. I bjen. Tash nuk është pa ndershme edhe politikisht me adresu LDK-n në fokus sajna, sepse edhe sikur PDK-ja edhe të tjerët përdojnë me shfrytzu LDK-n për mjetet e tyre politike.
Edhe të tjerët është qëllimi është tjetër. Qëllimi Momenti kur PDK-ja e ka kuptuar që LDK-ja po ndihmon shkapjen e shtetit, ka rrezu prej pushtetit. Ndërsa ana tjetër po kërkon ndihmën e LDK-s pikërisht për shkapjen e shtetit. Në momentin kur Ministria e Financave udhëhequr prej LDK-s ka filluar me marrë terren për mos mu keq përdor financat e Kosovës, ta ka rrezu qeverinë. Ana tjetër përthret LDK-n, edhe ty me të shkap shtetin, jo më të ndalën shkapjen e shtetit. Do të thotë jenë konceptualisht qëllimi është i ndryshëm. Qëllimi i deklaruar. Nuk kemi të bëjmë me qëllim politik cilën të kemi ndërtu besim, janë rënu mosbesimi i njerëzve që përfaqësojnë politikat është i madh. Ky ndek nuk mbyllet vetëm me deklarata politike, nuk mbyllet vetëm me kërkesë politike. Ne na hyni një proces tillë dhe kemi dëshmu diçka dhe na vazhdojmë me qenë dëshmitar të kohës. Por karshin neve më përdor mjetet të rana për këtë arsye, kur jenë në pozit, do shmelon mundësi komunikimi me njerëz, mundësi bashkëpunimi. E keni meritua, dënë se ja keni zbat jetën për shtetit cili ka shkatru vendin. Na LDK nuk mundet me konë fajtor pëse ka lindën a shqiptarë në Kosovë, e dy brendve shqiptarë Drenicës, sepse LDK s'ka të bëjmë atë punë. Ju peqoni deri në atë pikë, sa po adresoni... Nuk jem të folë për kapuqat bordë, të jem të folë për veprime konkrete. Për adresoni qashtë, aja qashtë e problemi. PDK-s... Folklori Gjilanit. Kjo është, ja, s'ka lidhe me folklora ki. Ka lidhje... Nuk është të kontestu prej ka bardha që të që veprimet e ti jenë... Aji nominum për një partije politike që sot është Kosovë. Aji është kryetari kuvendit, edhe nominimin ata kanë bo. Tjetër qka që 80 vota ju kanë bo, ku LDK ka respektu marrëveshje. Edhe ja ka thonë lullët të u të rrugovës. Krejt këta janë ata që kanë morë pjesë të procese. Zëni Sherifi, ju edhe jeni në koalicion qeverisës, po edhe ka dole, po... Jo, unë po kom qef para si me shku të Glau, ku me ditë që kënej po koketoni me opozit, kënej jeni në koalicion, me një anë ju kanë dhonë timonin me letra, ju kanë dhonë timonin i dialogut, kënej po bojnë që ka po dojnë edhe pa juve. Ku jeni? Se dhe tash një të vesh komente. Pyetja është ka jeni nis, ka i keni qodra? Na qodra ti kemi në Republikën e Kosovës. A, po, a? Që shta lukta kështu dhe... Unë për veti kam me ujman, kush e ka pa ujman, le dellet ti tërgon poplet që Kosova dhëtë me vazhdu pa ujman. Unë kam pasur një shkem autorial, para 2 dite, shkoj kam shpeqe qëndrimet e mija. Nëse duket 6 faqe shumë me lezu, atër është pa e jërë, nuk është pa jam. Se po ta kështë lezu, do të ta dishtë që unë jam për me ujman. Po më godet. Për me ujman. Mirë po, nisma si lëvizje është të uheq me dialog. Apo duke që jeni të uheq ajo? Jo, fakt është që dialogu nuk ka filluar në kuptimin e delegacionit qeveritar. Qëka jene të vëqë Sovjet? Nuk di, unë të fujtë për nisma në parashimin. Jemi të folë për Kosovën, qa e Republika e Kosovës. Unë jam i vogël, ti e i ma folë për Kosovën. Unë jam i vogël me folë për këtë Kosovën, në folë veç për pozicionit e mija. Nëse më lejan, unë të ngova, së t'i fjallë që t'a thash, nderi sa ti e thaje vizionin tanë historik. Nga më pak, ta kry deri në fund. Që në seriosisht tash. Unë po du më të kuptu, që aty e problem. Jo, po tash, kur dhe njerë me kuptu, kupton, kur s'da nuk kupton. Po më interesën pozicioni nismës, drejtë. Pozicioni nismës është kë, të cilin e kemi shpreh edhe në kuvend. Nisma vazhdan të besoj se dialogu është instrumenti vetëm për të zgjidhur kontestet me të gjithë, qoftë edhe me Serbinë. Kemi një situatë realisht paradoksale. Për faktin se presidenti i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, për cilin nuk po du me hyt tash si është zgjedhur, tek është zgjedhur, se këtu u than një mori fajesh për te, se nuk e ka mojtë marrëveshjen. Dhe më thonë, veç pëse se ka me ja pas mojtë marrëveshjen edhe kës 4 vjetë me pas zgjatë mandat, që s'ka rëndësi isha kishë Hashim Thaçi, i miri shkan. Ti lam këta, le të nërmi të përmbajtja. Ai ka fillu një fushat për të cilën të gjithë jemi dëshmitar, për të cilin e ka quajt korrigjim të teritorit, të kufirit, që në fakt, edhe nisma, edhe unë kam pas qëndrim të qartë, që këtu kemi të bëjmë me shkëmbim të teritorit, që kamuflohet përmes këti tokë fjallëshit. Ja, ai po thot s'ka shkëmbim, ai po thot që ju ka spjegu juve, që ai po do luginën edhe kur gjës po do me odon. E di çka ka thonë. Tash unë po them pozicioni i nismës si jashtë. Pozicioni i nismës është ky. Ai thonë se s'pi besoni ja? Unë kursi kam thënë publikisht nuk i besoj. Publikisht e kam thënë që nuk i besoj, se s'pi besoj sepse unë nuk besoj në bavadimër.
Me besu në Babadimër, pas të besoj edhe në ato, që ka thot Hashimi. S'moj me besu tash mas 55 vjetë henës në Babadimër. Kur ja keni nisë mos me besu Babadimër, se dhe idea janë ikon partit një? Jo, tash nëse ti donë me hy në historinë prej 99-ës, që ti këta për jashta, unë edhe ti 2 orë të kemi me folë për atë historinë. Jo, veçaj Po momenti... besoj që shumë gjëra i kemi bon publike, deri më tani, dhe mendoj që tash është mirë të tash në këtë rast fokusohemi te tema për cilën na ke ftuar. Kur dush unë këtu ve. A ka logjik në aspekt praktik, me shku me udhëheq me dialog, tash ju praktikisht duheni me fillu dialog. Po, jam taja, tash vetaja. Kur dush ve edhe të shpjegoj historinë prej 93-shit, për kur jam njoft me Hashimin, jo prej 99-s. Prej ditës parë deri ditën e sotme. Tash ndalemi te kjo. Në Kuvend të Republikës Kosovës kemi 2 iniciativa. Kemi një iniciativë nga opozita për një rezolut, edhe kemi një propozim të qeverisë, përkatësisht të qeverisë, përmes kryeministrit, që ka propozuar një delegacion qeveritar për të udhëheq bisedimet me Serbinë. Këto janë dy situatat konkrete. Të dyjat kanë mbetë pa u përfundu për faktin se asë njëra s'arrin të bëj kurumin për 61 deputetëve, as për të fillu seancën, se lemo për të përfundu seancën. Çka keni ju kundër rezolutës që me qenë edhe atje edhe këtë? As gjos kom kundër. Se s'pjavon pra votë? Ha, që. Pra, aja që kemi thonë ne është kështu. E janë me që radhitja gjërave është e tillë, që seanca e delegacionit qeveritar është mbajt më para, le të vinë deputetët e opozitës, le të japin kontributin e tyre, le të votojnë për kundër si dojnë, le të debatojnë dhe ne të shkojmë tek seanca e opozitës për të debatuar edhe për të dhënë në fund vendimin tonë sa i përket. Ka me kontribu ata në këtë punën e ekipit negociator? Jo, në mbarvajtjen e seancës, sepse as nesër mund ta mbajmë seancën, s'kem korum. 61 deputet nuk arrim të mbajmë për seancën ku është ftuar, e jashtëzakonshëm ku është ftuar për çështjen e dialogut, e asaj qeveritar. Pra, pozicioni jonë është ky. Nëse dojmë ta nxjerrim nga loja, Hashim Thaqin, është vetëm një rrugë, që Kuvendi i Republikës Kosovës të miratojë një platformë edhe një delegacion shtetëror. Në atë delegacion shtetëror do të jetë qeveria edhe do të jenë të 3 partitë opozitare, pjesëmarrëse. Do të vazhdon me qenë me kusht. Pjesëmarrëse, po shef këto, nëse kemi qitë kushtet, ta e kanë qitë kushtet. E pse me marr pjesë ka dalë? Pse me marr pjesë në ekip negociator nëse Hashim Thaqi po vazhdon damas me negociu territore? Pse? Pse po me vazhdu ekip negociator? Hashim Thaqi është duke bisedu në cilësinë, për mendimin tim, në cilësinë e presidentit pa asnjë mandat për temat, pa asnjë mandat as nga kuvendi, as nga kushtetuta për temat cilat i ka, është duke i bisedu. Asnjë mandat nuk e ka. Tash, ajo që ne po themi, le të bëhet bashkë qeveria dhe opozita në këtë pikë. S'paku kjo është pozicioni jonë. A i kishe besu ti shekon ti në opozita, a i kishe besu ti pozitës në qëta? Unë menoj të sot një ty, të shikon në anën e kundër të kur s'kishe hiqë si në avanturë. Tash tjetu, jove nuk është avanturë, tash të po fletë për situata hipotetikun, po fletë për situata konkrete. Situata konkrete është kjo. Kemi një iniciativë nga qeveria Kosovës për të krijuar një delegacion qeveritar, i cili... Ja, që po duket shumë veç me mulu me letra. Nëse nuk më len me që den fond, kur s'kime kuptu ti, pas e asa bazë, akia s'ka më kuptu por. Po por. e përsëri që është... Qeveria me PDK-n, o Belal, kujna... Aja që unë jam të thonë. Qeveri është PDK-ja e Hashimit edhe Kadrijës. Aja që unë jam të thonë. Qeveria ko me bo delegacion, hajde ju me PDK. Jo, delegacion shtetëror, më të thonë me bo. Delegacion shtetëror. Opozit dhe qeveri me një platformë ku do të shkojë, do të thuaj edhe Mogherinit, do të shkojë, do të thuaj edhe vendeve, 5 vendet të Kvintit, që qëky njeri, afisheni, president, që e kemi zjedhna, dikush në qadër, dikush në kuvend, dikush në përburgje, dikush i rret, dikush i persekutun, po është zjedhë president e Republikës. Është aty fakt, është kjo. Edhe mi aqun një letër, si që aqun Mogherinit, me thonë tash, jo vesh që s'ka mandat kë, por ne kemi një alternativ kush ka mandat. A e një të kuptu shka imi të bona. I këmë thonë letë Glau, ku të mbledhet kryesis kuvendit, shkoj jetë të bashkunu me kriminele, Allah. Amat kriminele të opozitës. Edhe kriteri vetëm për ta është, kur ta shpati kanë kriminele, qenit pushtet. Pas shkarë kjo është. Pra, forma e unifikimit lutë, e bashkimit për të protestu, unë po mendoj që i ka përfundu në Kosovë, më duhet të alam. Tash është periuda kur duhet njerëz të bashkohen për një ofertë konkrete, edhe në konferencë për shufja të më thonë, kur LDK-ja dhe VV-ja, qofte edhe PSD-ja, pse ja, si parti opozitare, të dali me një platformë,
se si e shojnë ata dialogun bashk në një qeveri tashme, se si e shojnë qeverisin e ashme bashk me një listë përbashkët zgjedhore, e cila garanton fitoren e zgjedhjeve, hajde folë me mua. Po i nuk do të bëhen pjesë e rrëzimit të qeverive veç sa për shku në zgjedhje, sa për të provu kush peshtin hundin i pari, me një deputet, dy deputet ma përpara, pastaj me vazhdu përsëri ajo drama, mos me mujt me bë qeverin për shkak parimeve të ngurta të kolegut me ikutim vendosës, edhe prap LDK me ta bë qeverin, apo LDK AK, apo LDK Nisma. Aja që këtu ku e kam hallin. Kemi telashe që bashkimet opozitare deri tash kanë qenë veç për të rrëzu, po edhe për të ndërtu diçka. Mendoj që koha që më bë bashkë sa për me rrëzu, duhet këtë kaluar. Ta ndëgjojmë. A jeni veç për me rrëzu, Glauk? A Qeverina? keni shka me maru me ndërtu? Po, këtu menoj që në të dy binartë që i shtrove ti po punohet. Pra edhe që të kontestohet kjo këtë qeverisje aktuale, cila le të themi pej fillimit me disa vendime edhe me disa procese që i ka menaxhu ka bo gabime trashanike. Skandalet nuk menoj që nëjë qeverie ma hershme i ka pas kështu të për çdo javshme, si që kjo e Ramush Haradinajt. Edhe natyrisht që opozita ka kritiku gjithmonë këto procese edhe është mundu mi ndalë. Po të njëjtën kohë, ky bashkëpunimi me LDK-n në opozit ka qenë mjaft i koordinuar, konsiderojon, mes vetëvendosis edhe LDK sidomos. Edhe kjo i ka dhe rezultatet e veta, ky bashkëpunim. Ne kemi arritur të tregojmë që kjo qeveri kemi arritur që ta bëjmë, ta vëmë në pa këtë pamundësin e funksionimit kësaj qeverie me këta numrat të bresh në kuvendin e Kosovës. Për mu, që prej fillimit, qysh prej lindjes kësaj qeverie ka qenë një defekt kështu në themelit, cilin nuk mund të përmirësohet kursesi. Është, le të themi, partia e pesta, e sota është AK-ja me numër të votuesve, e cila e merr kryeministrin. Kjo është problem shumë i madh për me mujt me funksionu shtetit që shdohet. Kosova për me pas një qeveri stabile, një kryeministër i cili është, le të themi, sa 25% apo 30% e partisë më të madhe të cilën e ka në qeverisje dhe e cila e kërcënon vazhdimisht e shantazhon që me ja hjek numrat kryeministri bjen, atër një kryeministri i tillë nuk mundet me konë kryeministri i pavarur. Hajde po flasim për çka po dëni me arrit me protesta. Nëse e bojmë një analizë me këqyr, a kanë arrit diçka protestat në kalume, kur ta këqyrsh e ka ndru një minister, na kujtojmë protestat që e keni bo, Jablanovicin. Protestat në Kosovë një rektore pa të ndru, një herë. Po te puna e Jablanovicit prap ka ardhë, qaj ka ardhë prap një tjetër i Srpskës, ka njerë që thojnë, o bona i ndrim masiv me protesta, ja vlen me dalë, qka pi thu që aty në njerëzve që të menojnë, apo ndrën aj sens, po ndrën kur gjo me protesta, qka i thu? Po unë mendoj të azëm që protestat e vitit 2016 kanë qenë shumë të rëndësishme edhe ma të mëdhajat në Kosovën e pas luftës. Ato protesta kanë qenë kryesisht kundër zajednicës edhe kundër demarkacionit. Sidomos bëri pesha atje në fotografi, nëse më në me palën, ato e pas një qitë në ekran. Këto protestra kanë marrë pjesë 10 mijëra persona, edhe unë menoj që vendimi gjykatës kushtetuese për me nxjerr antikushtetuese zajednicën, unë menoj që do të kishte qenë ndryshëm, pa që ata 10 mijëra persona në për rrugë, të cilët e kanë pas konkretisht që demarkacioni kaloj, ju bëri çka doni zhurmë edhe këta pe bojnë apet vetën. Ju pe bëni tjujin, këta apet e kanë bot vetën, e kanë kalu demarkacioni. Unë s'po them që këtë çështjet janë zgjidhur në Kosovë përmes protestave, ama protesta është njëri për institucione më të rëndësishme të civilizimit, kështu botëror. Po të kishtin qenë të tërpshme, apo po të kishtin qenë të rrezikshme, nuk kishin qenë në për këtë konventat ndërkombëtare dhe në për çdo kushtetut të botës, të çdo veni të botës, e ka protestën mrena si të drejtë e cila duhet të shfrytëzohet. Sidomos në rastet kur të azëm kemi të bëjmë me pushtete të cilat me veprimet e tyre shkojnë për te metodave demokratike vet ato mas pari, atëherë edhe qytetarin njihet qatë që pa fuqishëm të azëm, në karshi këtyre pushteteve, sa që
ndonjëherë detyrohet që vetëm përmes shprehjes të pakënaqësisë në formë publike me ia dhënë drejtimin shtetit. Edhe ose të paktën mos me lënë që pushteti me marrë ai farë kthese, e cila edhe për vetë jetën e tij është fatale. E çka i thu njerëzve që thonë po friksohen që me dalë me juve ju gjuni Molotova, që mundet me eskalu, çka i thu që atyne kritikëve që kanë me qenë dëmshme? Jo, ne mund të garantojmë që protesta faktikisht ka me qenë e qetë edhe paqësore. Edhe ne bëjmë thirrje vazhdimisht që kjo të jetë kështu. Unë jam i bindur që protesta 29 shtatorit do të jetë e qetë shumë edhe paqësore, kjo i kontribon masivitetit. Se s'ka qenë kaluar në gjithë paqësore atëherë? Unë mendoj që le të themi ç'a pezojmë vetëvendosja, nuk e di sa protesta i ka organizuar, po që nëse pezojmë se 30 protesta i ka organizuar deri sot, të mëdha, unë mendoj që 20 kanë qenë të qeta. Edhe mendoj që të gjitha ato të cilat nuk kanë qenë të qeta, kanë qenë me një farë lloj skenari. Mu po më kujtohet që veç një proteste vetëvendosjes nuk ka qenë mrena skenarit vetëvendosjes, edhe qytetarët kanë qenë as të revoltuar sa që për me hedhë për shembull ndonjë gjësen drejt qeverisë. Mirë, po çdo proteste vetëvendosjes ka qenë mrena skenarit vetëvendosjes. Edhe kur ne themi janë të qeta, janë të qeta. Kur themi që ne që mund të mos jenë të qeta, nuk do të jenë të qeta. E unë për të 29 që shtatorit për të them, do të jenë të qeta. Edhe neve vetëm një gjë na vjen me 29 shtatorit. Vetëm një gjë na vjen me 29 shtatorit. Vetëm me tregu para botës që jemi shumë edhe nuk jemi me idenë e presidentit. Unë mendoj që veç një fotografi na vjen që shkon në Washington, Berlin, në përkejt kryeqytetet vendimarrëse të botës, për me tregu që ky popull ka shumë, ka në rrugë, edhe nuk është me idenë e presidentit, e cila është shumë e rrezikshme, për lëvizjen e kufive kur Kosova ndodhet kaq e dopt edhe në këto kushte të shtetëndërtimit vet. Një lider që thot mas pari kufit e mi nuk janë rregull, aty ai ka bënë dëm i cili vështirë do të jetë i rikuperueshëm për vite të tëra. Prandaj unë mendoj që me 29 shtator matematika është shumë e thjeshtë. Vetëm shumë me dalë qetë, me ndëgju disa fjalime, mu kthyn shpe, del një fotografi shumë e peshë për gjithë ata që dojnë me bisedu me thaqin për çet ide, që një lider i cili e ka popullin rrugë me 10 mira, të cilët nuk janë mas ides tina, unë mendoj që ajo ide vdes. Deri tash ka psu disa goditja ajo ide, nuk është ka jetë që ka në fillim, mirë po dilte edhe populli shumë. Me 29 shtator, unë mendoj që përmbyllet ideja dhe japet fund idesë tash. Zotni Haziri, ju keni qenë pjesë e dialogut, po mendoj dialogut prej kohës atisarit, po më fillim që ky dialog, jam të folë për dialogun e ri kur ka fillu, është nis me menimin që teknik, mas ne u bo ekonomik me energjetik, me telekomin energjin u bo ekonomik, mas ne politik me fusnot, hini fusnota, tash u bo dialog për teritore. A për na spjegon qysh ndodhi që kja? Ki spjegim qysh mërim të dialog për teritore? Të ndështrimin tem. Vlerën e dy konstatime që u përmend në fakt që ka fillu formë e bashkëpunimit në vazhdimësi, sepse ne kemi pas edhe më herët takime për ndërtim qeverisjes si partit më të mëdha shqiptare në kuvend. Nuk kemi arrit për një arsye apo arsye tjetër me bë bashkë, sa tash ka rrugë, edhe kjo është ajo që unë e quajta bashkëpunim drejt ndërtimit të besimit. Do me thonë që konfirmon, s'me më hanë që ka bashkëpunim. Ka bashkëpunim, definitivisht ka bashkëpunim. Përmena ka bashkëpunim, ka pas ndërprerje edhe është rikthy bashkëpunimi, sepse ne përfaqësojmë shumicën shqiptare bashkërisht atje, edhe shumicën politike shqiptare, edhe shumicën sipas përfaqësimit atje. Aja që nga historiku i protestave dhe dosjes me pa është perceptimi i njerëzve LDK-s është që kur PDK-ja edhe bëhet protestë kundër PDK-s Hashimit ose tërve, vetëvendosja nuk përdor mjetet. Donshme kur LDK-ja në qeverisje, kundër LDK-s bëhen mjetet e donshme sepse na do të më frigu. Neve do të më na frigu, neve do të më na gjujt, më na largu, e tu mendu që kthejmë pe dritarëve, lëshojmë pushtetin, edhe kjo është fakt, edhe fatkeqësisht në lëvizje, në protesta
Jo tash, sepse unë jam njëri prej atyre që besoj në manifestim politik në protestë. Dhe unë besoj. Ajo manifestim politik nëse është i organizuar mirë, i mobilizohen njerëz dalë manifeston politikisht, një orë, 2-3 shkon në shtëpi, edhe vazhdon nesër ose vazhdon tjetër. Por në protesta kemi pas viktima, deri të lëndime dhe burgosje deputetëve dhe liderëve politikë. Domethënë shku kjo. Sa i përket këtij zhvillimit të ri që është, ta shtoqujt nga biseda teknike deri në biseda të nivelit presidentëve, si vazhdimsi është kapitull i dështuar. Janë biseda pa rezultate. Tash edhe Komisioni Evropian, edhe institucionet evropiane, edhe në Kosovë nuk po mbyllet në këtë formë për shkak strategjisë dalse, po rifillohet një proces i ri, duke mos e konstatu mos arritjen e suksesit para pam në ato bisedime, sepse ka fillu me grup teknik, edhe me ministre politike, Zavendës kryeministre politike në fakt ka qenë, ka përfundu në nivel presidentëve që nuk e ka dhënë rezultatet e prituna. Tash, te çështja e korrigjimit kufive është kaptin e cila unë personalisht, jo LDK ka qëndrimin këtë tjetër që shumica mendon edhe ne nënshtrohem politikisht. Po çështja me Serbinë është territorial. Ne serbëve të Kosovës që kemi dhënë të drejta në pako sipas parimit diskriminimit pozitiv. Janë të drejtat më afirmative në Evropë që i njeh konventa dhe për te njohurive që ka pas. Pse do një Aziri si keni kurzu me qatë vakt nëse pas ke qenë për bashkim edhe drejtat të shqiptarët Luginës? Pse? Qysh atëherë nuk i përmenshe edhe nuk i bëjshe me ta thonë trendi, po i kemi lanë drejtat sërbëve pa ke qenë... Ne unë kam qenë përfaqësues i LDK-s struktura. Natyrisht ata kanë bërë referendum. Edhe fundja është sekret publik, LDK-ja ka qenë bashkëautore e deklaratës së referendumit aty në shqiptarëve në 1992. Bashkëautore e deklaratës edhe rruga. Në negociata. Misioni i Shengerit, 3 muaj shtesë në bisedimet e Vienës, ka qenë i përcaktuar lidhur me parimin e kufirit, me thënë drejtën. Por delegacioni i Kosovës për shkak zhvillimeve edhe mos humbjes momentumit për shpalljen e deklaratës, e cila ma vonë u shtyja për disa muaj, është largu sepse është kuptuar se Serbia përmes Federatës Ruse, edhe ndikimit në Evropë po don me shty, po don me humb kohë edhe po don me ble kohë për veti që mos u shpall deklarata pavarësisë. Mandej jo deri në Kosovë ardh PDK-ja tha legjitimitet para statusit, nuk pranoj me shpall deklaratën pa shku në zgjedhje. Dëshmë shku zgjedhje në Ndorit, më konstitu kuvendi i ri, më vë qeveria re, më lezu deklarata. Që edhe kjo ka qenë proces interesant. A i na morna ma shumë me drejtat e shqiptarëve që i kanë shprej me referendum atje, edhe i kanë bojt me qatë luft tyre, se da da kanë bo përpjekje me armë, me zgjidhë problemin e vetë, marrëveshja e konsulit nuk është zbatu. Nuk është zbatu, sepse më pas zbatu ata e kishin një lojalitet më të madhsat. Unë po du më kthy hake te protesta. A ka ndaj formë tjetër për me kthy kushtetshmërinë apo funksionimin e shtetit apo duhet gjithçysh me protestë? Janë 2 forma. Një është ku jemi në gjendjen reale, është vazhdimi i institucioneve pa efekt, ku njerëz paguhen për me shku në parlament, me sabotu vetën parlament shumica që është presedant në për krejt vendet e botës, në momentin ku shumica e saboton vetën bjen qeveria. Po veç këtu të na ndodh që në parlament nuk shkon shumica. Ose e cakton seancën 1 orë përpara kërkesës për seancë që e ka bërë opozita për rezolut. Edhe këtë punë duhet me shumë sinqeritet më ju thonë njerëzve. Këtu janë taktika të fleshta. Kjo është një farë me lujt mas shpinës procesit. Domethënë që kjo është forma. Amulli, presidenti atje shkon pa mandat, unë habitëm për zotit Bilalli, kur thët, na do të mu bo bashkë me rëzu hashimin me një komision qeveritor, kur PDK-ja është kryesorja edhe di që nesër PDK-ja e rëzën qeverin. Në qatë moment, këta antarë tjerë të koalicionit vogël, si AKJ-ja edhe Nisma, zbothën në një farforme mrapa edhe tërhiqen prej strategjisë. Na kemi ardhur në pikën e 20 vjeçarit, ku me vullnet mirë, kemi bo dialog, kemi hy negociata, ma shumë kanë shku zyrtarë tonë
në Bruxelles, në Vjenë, se so që kanë shku në përkatonet me u qa hallet qytetarëve që 20 vjetë. Këtu s'ka demokraci bazike ku diskutohet me qytetarë, që 20 vjetë nuk është matë pulsi i qytetarëve ka është të shku Kosova. Njëherë jenë deklaru për pavarësi, edhe tash duhet mrena qasoj kornize me mështjel për çdo ditë. Arsyeja vetme është që kemi një president që pa mandat është të përcaktu koordinata të marrëdhënieve me bashkësinë ndërkombëtare. Është hera e parë që jemi kthy në kohën e Rahman Morinës. Jemi kthy në kohën e Rahman Morinës, kur na flasim me Serbinë, e kemi përjashtu faktorin ndërkombëtar si ndërmjetësues që ka qenë punë 20 vjeçare për mi fut Amerikanët edhe Bashkimin Evropian, ju me qenë facilitator, që shpejquni këta, po garantus të diskutimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e jo ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit, jo ndërmjet një entiteti që e ka një fusnot, edhe një shteti në anën tjetër, po e kemi degradu, do më thonë, është protesta ka met e vetmja formë kur sovrani e detyron përfaqësuesin politik, në këtë rast presidentin, me i tregu që je jashtë kushtetutës. Ndërsa këto institucione tjera janë marginale edhe me punësu njerëz. Ka qenë zavendës ministra, kush e re daje teze, me kriju byrokraci të skajshme, që në fakt përveç thyrjes kushtetutës kemi një regres në funksionimin e administratës shtetërore. Këtu. Kur i këqyr kërejt mundësit e kanë lënë vetëm një vrim të vetme. E ajo është shpresa për liberalizim, ku ikin edhe një 150.000 të ri, edhe nej me një komoditet e vazhdojnë avazin e vjetër të kapjes sistemit zgjedhor, të kapjes të institucioneve, pasurimit paskajshëm të politikanëve, vazhdimin e privatizimit të pronës publike e shoqërore në interes të disa njerëzve, që në fund rezulton qytetarë shkojnë në Evropë, do mujnë me shku ka Turqia, 1-2-300, tjerë, e pushtetarë këtu vazhdojnë me avazin e vjetër se s'po ja prish kërkosh. Po, unë vesh s'pari thashtë ta me mirësjellje, po ta nera me dëgju deri në fund, edhe pse nuk u pajtova me shumë gjëra, e me disa po. Unë nuk thash me rëzueshëm, thaqet. Mi leja të thash të ri, edhe ngova, të ri themat që e thash edhe që po e mendoj. Unë thash me nxirr nga kjo loja për cilën ti folje, që është i përcaktu koordinatën. Shvejeta, për herë të parë, në pas 4-5 takime që ka pas komisioni MSA-s, ka qenë edhe Glauku bashkë me mua aty, zakonisht në fund të takimeve lëshohet një komunikate përbashkë, një deklarate përbashkë. Dhe për herë të parë, ku përdu me dajë që dëmi është ban, dëmin e ka ban presidenti, dhe unë nuk mendoj që dalja është përmes rrëzimit të qeverisë, po unë nuk besoj, sepse nuk shoh një qeveri, një vazhëroncë tashme që garanton fitoren e zgjedhjeve në mënyrë bindëse, edhe që ka një platformë qartë, sepse këtu kemi dallime të mëdha sa i përket dialogut me këto dyja. Pra, të bësh bashkë për ta nal një diçka për po që pastaj ti nuk ke një ide, një vizion se si do të ecësh, nuk për vete nuk shoh si alternativë. Dhe ç'a po du me thonë? Aty për herë të parë delegacioni, sepse deklarata lëshohet me unanimitet ose me shumicë të votave të deputetëve të Parlamentit Evropian dhe të Kosovës. Dhe deklarata ka qenë mirë me përjashtim një moment kur ata nuk pranuan që ta votojnë edhe deputetë e Kosovës, edhe deputetë e Parlamentit Evropian, që kush Glauku nëse gaboj le të më përmirëson, që integriteti territorial dhe sovraniteti i Kosovës janë të pacënueshëm. Nuk pranuan ta votojnë bashkë me neve. Sepse thanë kemi dy pozicione tani. Presidenti ka një pozicion. Se me i vetë ata, na si kena zgjedhë deputetë. Jo. Thanë ata ju. Për deklaratje të thonë. Nuk të tu përgatit për me thonë pyetjen hiç po ngën përgjigjen. Dëgjoj, zakonisht lëshohet deklarata e përbashkët. Dhe në gjitha pikat patëm unanimitet. Në këtë pikë thanë ju thujeni vetë pa neve. Kjo është edhe njeriu kam thonë. Jo se thuni ju vetë në parlament që e tham more. Jo se keni bërë rezolut ku thuni jeni për me e majtë që territor. Nuk ekziston. Edhe kjo s'mungon. O deklarata në 26 pika soke. Njëra nga to është lëshu kuvendi deputetët në mënyrë unanime të kuvendit Kosovës thanë që integriteti dhe sovraniteti i Kosovës janë pacënueshëm. Ne e thamë, është e shënuar e zezë në barë. E thamë ne, është e shënuar. Por ata thanë ne nuk do të bashkangjitemi këtij pozicioni. Pra,
kuptoj këta si një alarm. Edhe Na për kuptojmë, a për kuptoni jo si po alarm. çu s'pe kuptoj, më s'pe kuptu nuk E kisha. çka më bota ashti? Po çka Jo më me bë? alarm. Sa ty o pyetja e debatit. Dialogun. Jo, unë jam të thonë hajde bëmi bashkë pozit opozit. Bëmi bashkë si një dialog tonë bashkë. bom bashkë me PDK-n, ai tu e vrejt. Ja, a i më të folë për arshimin a për PDK-n tash? Dyjat. Ja, nuk janë njëjtë. Ja, nuk janë njëjtë gjatë aktualisht. Jo, edhe PDK është kundër ndryshimit territoreve, është kundër korrigjimit kufiret. Publikisht kjo është ndërmjet tyre. Edhe vetëm Hashim Jo me vepra, s'është e dive që a pi beson që qëtash po më duket babadime nëse pi beson PDK-s, që thot që ashtu. Qëtash pak po më duket si babadime. Jo, veç a është edhe kjo babadime? Babadime i vogël. A i vogël, okej, veç babadimer po. Po ngam ta kry. Po t'lu. Djale vajzë babadimre, ta tallmi tash deri në fund. Okej. Ideja është që të bëjmë një delegacion dhe një platformë të përbashkët, s'pa ku të përpiqemi. Hajde kush me u thejë sa delegacion, ta çojmë deri në fund idenë tonë. Çepër për shembull, le të jetë qeveria si kryesues me tre bashkëkryesues. Një ta ketë Si zëvendës ministra. jo si zëvendës ministra, një LDK-ja, një VV-ja, një PSD-ja. Pse mos ta ketë bashkëkryesues ku me drejt vetoje, do të kishin drejt vetoje në krejt procesin e negociatave. Kjo është spaku një propozim që unë në emër të nismës mund me bë, apo në fundit tash edhe në emër timin personal. Unë edhe aty në takim kam thonë, të lejosh liderët e Ballkanit. Sa ata thanë kemi bë gabime lut në të kaluarën, ky është qëndrimi i tyre, që ju kemi përzi vendeve të Ballkanit si t'i zgjidhin kontestat, nuk dojmë t'i përsërisim më gabimet. Shëvete, pozicioni i tyre, i dy deputetëve austriak. Edhe unë ju thash që të lejosh liderët e Ballkanit të flasin për territore, edhe të mos shpresosh, edhe të shpresosh në paq, është marrëzi. Ti mund të lejosh të flasin për territore. Ti mund të lejosh të flasin për territore, ama luftën e ketë dera, të garantuar. Të gjithë ata që sot thonë nuk do të shfryzohet për pesedan, nesër do të thonë, tash është realitet i ri, se në emër të ta shtuquat realitetet të reja, po bin procese që shta luta, edhe po fillojnë procese të reja. Tash kemi realitetet të reja këtu, kemi realitetet të reja atje, nesër Bosnjë do të thonë tash realitet i ri, shqiptarët e Maqedonisë do të thonë realitet i ri, shqiptarët e Malit të Zi do të thonë po tash kemi realitet të ri, kemi një precedent, kemi ku e varrim, kemi na ndërtu një varrë se tash e varrim unë aty këtë idenë, qëllimin, vizionin tim. Pra, rreziku është i madh. Propozimi interesant që ta çes deri në fund me një. Është koha përballë këtyne koordinatave që i ka qitaj. Të gjithë të tjerët të banë bashkë edhe ti thejnë ato koordinate me një alternativë. Nuk mjafton vosh me thonë ai e ka gabim, po me një alternativë, me një platformë 3 rreshta, 5 rreshta, bashkë me një delegacion, kur të kishim pozitë opozit me të drejtë vetoje, jo veç konsensus, po dhe drejtë vetoje edhe të ecën përpara. Veç kështu do të mund pas letrës Mogherinit, se nuk e përfaqëson e mendimin e popullit Kosovës dhe pas protestës për cilën unë asgjë nuk kam kundër, përkundrazi inshallah bëhet më e madhe se ato që i kishin përbashkëta, edhe ma qeta sa ato që i kishin përbashkëta, por unë mendoj që periudha kur jemi bë bashkë për të rëdzu, pa një alternativë se si do ta ndërtojmë, se ti e din, Glauk, ne e patëm një alternativë, jo vetëm me rëdzu, po edhe me ndërtu dhe s'u morën vesh. S'u morën vesh në kohën e protestë, nuk mundu kur edhe puna për me bë ofertën, ne u prishëm. Pra u prishëm te pushteti. Pra unë kam frikë, se sekond mrena, unë kam frikë se prap këta bën bashkë, do ta sjellin deri te momenti kur mund të kesh zgjedhje të reja dhe prap s'ka alternativë, prap do të shkojmë 7 parti, 7 grupe parlamentare, 7 subjekte në zgjedhje, njëri i pari do të del me 1 deputet, 2 deputet para, edhe do ta kesh sërish bllokadën, prap do të kesh koalicione të kësaj natyre, nuk ka diçka që paraprakisht votuesi qytetari ju tregohet se pse duhet shkohet zgjedhje dhe cila është oferta më e mirë. Këtë hall e kam, nuk e kam hallin se ty po duket që kam hallin e pushtetit bashkëheq se kam hallin e pushtetit. Jo, nuk po duket, jo për 50.000 mas paku ja kom pa në pushtet. Nëse ti nuk do të thonë që gjithmonë ti personalisht dush me pas interes. Partia jote është parti që jo tu punsu njerëz nëpër ministri, është tu e kriju një farë baze elektorale, se ç'kjo problemi. Kush do të Kush do të qenë parti? Po s'është çashtu. Jo çashtu është. Jo, po nuk mund të alon, është çashtu. Po mirë, se mos tash vendosi, ç'e tregojnë alternativë. Ti je vendose, ka dalë një fjalim takon tash. Pozicionet politike janë të partisë. Nuk kam ardhur ty më të kërkoj emrat me punësu pozicionet politike. Normal që do të punësoj të partisë, sepse ata janë pozicione që i takojnë politike të nismës për cilën e ka marrë votën, e ka një projekt, e ka një program dhe shkon me zbatue. Nëse flasim për punësime
të cilat shkojnë përtej nivelive politike, kjo është diçka tjetër, unë ju bisedoj. Po rrim tem, se unë besova, unë besova që kemi ardhur këtu me diskutuar Hajde, po mesim në temë. A më shqyja pëse partia jo të rënë pushtet, që atë përgjigja kënë se nuk është kjo punë krejt e thotë, po te dy sene. Po lyp alternativ të një dialogu që është e ka degradu kushtetutshmërinë e tash është e rreziku edhe sovranitetin edhe integritetin territorial. A din çapo flesni? Jo, absolutisht se ti kini kushtetut, veç pak. Se nëse ti s'm ke kuptuar çka thash, se di çka Se duhet me pas alternativë të shpalljes së pavarësisë të Kosovës me kushtetut edhe me territor. S'm ka ngue. Jo, më jo. Jo, alternativë se çysh do të qasë dialogu qeveriarshme. Po çato jam të thonë, ti se jeni obsesionu. Ti sjellë të këtë, ta do të më kallëzu se alternativa. Po, unë jam qytetari që ti vani për cilën unë. Po, ja unë i pyeta këtë partita kanë ide. Vesh një sekond. Po unë nëse ti ke kaluar të kallëzom, nëse të kanë mandatu këta me fol nemën të kthyen e kallëzom. Unë jam i mandatuar për vete. Unë veç po tregoj ty që ideti keni të limituar për mbrana një obsesioni që veç duhet me bëj dialog me Serbinë. Ç'është ato këtë universale tua, të mia të limituar? Po, veç ndëgjon bravo Vela. Konform binjeve tua. Po ide gjithmonë dalin nga binjë. Po foljem të ti dhon, s'jam të lyp para, as konsulencë jam të bë, foljem të ti dhon. Duhet me dal jashtë dialogut. Jashtë dialogut duhet me dal. Koncepti është me u kthy shtetit, që aty ku e ke shpall. Koncepti është me respektu kushtetutën tonë, me nreq shtetin tonë para se me menu që duhet me bo koncesione me Serbinë ose me këdo tjetër. Ma më njëtë shka thash dhe i tash. Halo ma i varë fër jenë në artikulim se unë dhe i tash shka thash. Ti më si përse të fjallë të mija, burë. Fujti shka tonë në originale. Me një mund, me sajna, Kuvendi Republikës ka mandatu qeverin me udhëheq me dialog. Derisa nuk ndrot ka i rezolut, edhe na dhe vetë vendosja, ne kemi thonë fillimisht, e keni mandatin, qeveria ka mandatin, nuk është dërprej. Mandatin por... Në keni thonë grauni, a? Ja, ka mandatin, ata është dash me dal, qeveria dash me fol, mandej për mes kuvendit me grupe parlamentare për hapin e ri, ose për rundin e ri të bisedime, për përfaqësim. Por aja që ndodhe, ka qenë e papritën së pjesë e marrëveshjes politike, si duket, është kryeministri të rrëqë, unë nuk përfaqësoj Republikën në bisedime, nuk e llogariti punëtimen, edhe unë e delegoj te presidenti, fillimisht. Krejt vonë ka dalë formula që nisma e ka plasu mandej edhe në qeveri me emrimin e zotit Limaj si barës të procesit nga ona qeverisë. Kjo diqysh masi që e po që po kollët dialogu, hajde të bujnë të edhe kjo struktura është e paqartë, sepse me gjatë presidenti po vazhdon me pas përfaqësimin që bëgjun kushtetus. S'ko partner në qeveria në dialog. Dërsa kjo është ketë kjo është munges edhe e agendës, nuk është bardh, as agenda, as formati i bisedimeve, as i negociatave. Ka kinaj koment lidhur me propozimin që e dha zotni Sherifi, që mu bo një farloj komisioni, me një farë letre Mogherinit. A ka naj mes këtu? Mu nënshkru letra dhe pa u bo komisioni, as ban? Esenciale është që kjo qeveri më pozicionu ndaj presidentit. Nuk pa e ban, se nuk guxan. Ja nuk e ka bo. Rasat e banë Mushavedin e 3 herë në ditë. Fleta, fjalia... Si 5 vaktet namazot e bo, 5 herë në ditë. Nëse e bo, ne më në qeverisë, blau. Po edhe me vepra, se të e bo. Po edhe me vepra, shtu e bo. Qa me bo ashtimit? A që me bo, s'me rresh. Që del fol. Letrën Mogherinit, a munën i mja e po, djenë drenas e tërhaq. Djenë drenas këtë tjetër. Pra më atje këtë tjetër. Kitë bësh me njerit pa përgjeqëm që ka me bo. Sure në alu, su s'kaj me një gjitë për fyti me thonë alu më s'falë, a më është mi që letër Mogherini si qeveri heq pa opozit, me thonë kësë na përfaqësën, si parlamentar? Letër Mogherini qeveria s'ka shka i qanë, qeveria ka caktu tash një kryesus edhe një delegacion. Qeveria po pret, nëse ka mirë kuptim u bashkan gjitë edhe opozita, me bon tash delegacion shtetëror. Edhe unë po besoj që përmes kësaj forme na mujna edhe me bon platformën, edhe delegacione mi thonë Mogherini tash timon nuk e vazhdon atë pjesën e bisedës me ashimin që ki me presidentin e Kosovës, që ketë bëjsh me, cilën e ka hapë me korrigjim të kufirit, shkëmim territorit, ku ta di unë qëfar emra tjerë mund të ngjesin, po tash me Kosova edhe zëri Kosovës është që kë. Këtu nuk po ka se këtë shmëri, këtu po, okej, është e drejtë opozitët, që ashtu ja ku mbolla vetë, kur i më konë opozitë, kemi lyp njerë me thonë, jo, shkoni ju të shpia, masa nejna kur të vime bëjmë ma mirë. Për shëni që s'du sot u dojë që ashtu. A bon veç me pyt, Klauk, a nuk ka kjo strategji, diqysh e presidentit tha që me thonë, apo bashkoheni ju opozita, apo shkoju në vetë me folë me Vučićin? Jo, unë menej që ketë gabim e ka zoti Bilal Sherifi këtu, për arsyet që unë menej që ajo letër e qeverisë nëse e lexon te ekipi negociator,
pa u pozicionu ndaj presidentit, i bje me shku me presidentin. Këtu nuk kam kurfar dyshimi. Fjalia e parë, e një dokumentit të rritë qeverisë, është për me kallëzu çka menon për 2 herët që Hashim Thaçi ka shku pa mandat. Edhe ja ka marrë mandatin qeverisë. Ai presidenti ja ka marrë mandatin qeverisë. Kjo është një shkelje e madhe ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Ja ka dhonë, Lutfi Aziri tha, ja ka dhonë mandati qeveria, vetë Ramushi ka thonë shko me ruvesh. Ja ka dhonë. Nuk mundet qeveria do të me shku nëpërmjet parlamentit. Nëpërmjet parlamentit. Mirë, a i kishit shtiq të 2 fjali në fillim? A i kishit shtiq të 2 fjali në Ja fillim? zguxojnë se urxohet qeveria. Ka dalë bre. Për këtë arsye, domethënë Ka dalë bre që kompetitiv ka guxojon, shka zguxojon. Ka dalë. Nështë e rizikojnë. Apo thuti, Bilal, heq nuk vetesh në këtë punë. Domethënë është Ramush Haradina i cili nuk po jo, si më të fol për Ramushin. Si më të fol për Ramushin. Domethënë kjo është e papërgjithshme edhe si qeveri. Pse? Se mënyrën që shkoj ta zëm atë ditë këta nuk është se s'kanë qenë me Thaçin as një takim. Këta kanë qenë herë me një takim në negociata me Serbinë, me Vučićin, a e ka qela i punën e teritorit? Jo, ka qenë edhe Ramushin. Po mas manipulo ka qenë për vizat me atë Avramopoulosin edhe me Mogherini. Ka qenë takimi ndar, edhe Hashim Thaçi ka pas agjent vetën masane me Vučićin. Mas i ban këto bash vetë se po don me bë bash. Jo bre Bilal, këtë gabim e kise kjo kodër të dialogut me Mogherinin. Jo, kjo është e vërteta. Që dash nëse thue, hajde familje dalën me Mogherinin fotografi. Nëse thotë, jo s'kon hiç, me Mogherinin aty. Bilal, Vučić. Është me rëndësi. Edhe s'ka qenë takim. Kupton? Jo me por ty Mogherinin s'është po lidhe formuar. me viza po le Bilal. A ti e tërhiq se ti ke ke përgjigje. Apo më lejon tash, a mashtrove një pyetje. Kadal, çaja fotografia së ku në e presidentit atë? Na e kena përjetu fotografia Fatmir Limaj në Bruxelles. E burrave. Burrave, jo, ajo s'kon. E burrave Çao kon. Apo në vetë. Thaçin kur kanë Me shkuar Thaçin, po. ajo kon pjesë e dialogut me Serbinë, çfarë liberalizimi i Jo, vizave. ka qenë veç Mogherini, po ku ka lidhje Mogherini me liberalizim të vizave? O, ngom. Ajo dialogun e shefe dialogut me Serbinë. Mirë be tash ti shihe çashtu, unë e shoh çashtu. A nëse moj me përfundu se nëse mirë, vazhdo. Domethënë Ama jam pyetje jeta, pyetje jeta. Jam pyetje mua, ti ndryve. Po edhe kjo pyetje tonë ai kishte shtiq çeta. Domethënë për menimin tim, ajo që është elementare është pozicionimi i qeverisë ndaj presidentit. Pa pas një pozicionim ndaj presidentit, as muj me na u ços këta neve vle, si opozitë. As nuk i dëgjojmë çfarë po folin. Përderisa janë projektin. Në projektin e janë të bashkohemi me Hashim Thaçit, nuk ka bashkëpunim atë. A e keni provu me i shtiq të fjali? Po më intereson a keni hi negociata të fjalive që po i doni ju në fillim? Po jo, këta, sikur me thonë, më jam su ABC-n e çështja është kështu. Presidenti jon, 2 mandate, 2 herë po domethënë, e ka tregu që ja ka marrë qeverisë një kompetencë që qeveria e ka kushtetuese, bilet mbështetun edhe me një rezolut prej Kuvendit të Republikës Kosovës. Qeveria deshash nuk ka pas guximin më pozicionu ndaj presidentit në çet aspekt. Pa ndodhur që ky çartësim, as nuk mundet me pas dialog. Edhe gjithçka do ta konsiderojmë si përpjekje ose bluff, edhe të këtyne që shiten që nuk janë me presidentin, si nisma, që veç po don me përfshi edhe opozitën aty. Dhe kur gjë nuk ka ma shumë për kësaj pune. Kështu që na nuk do të bëhemi pjesë unë mendova që ku marr. Nëse më lejon. Unë mendova që ku marr. Ti urtu diçka. Mua ka mundësi me ta foni pyetje tash. Apo leja me pak. Unë besova që ku marr tu me diskutuar me një shtrritur. E jo me inaçor. E jo me ofendime, këtu jo me rrveshje, s'merr rrveshje, vetësh, s'vetësh. Se nëse him në aton, kush vetësh, kush ka vetësh, nuk di sa vetësh ti në vendosje, po i lëm ato. Jo, unë besoj që sa për guxim atë fjali e kishte shtiti. I lëm ato. Ajo çka Bilal është badihall. Kompliment është në farmyre. Me një dorë po të lëmon, me një dorë po të kritikon. Ajo çka unë po do të thonë është që unë po Gaukus po të lën as më dhon drejt. Kështu siç është, mas pari te presidenti kur gjon si ka marrë në qeverisë. Edhe pse po shko me fola. Ka dalë vetë akry, çka është më kjo muti. Në fakt ka filluar një proces paralel, kupton e? Ka filluar një proces në kryen veti, s'ja ka marrë. Se më ja pas marrë, do të duhet dikun të ishte një letër që ta morra apo do të duhet të ishte dikun një letër që ta vash. Deklaru kryeministri Bilal. Po ama që deklaratat e kryeministrit vetë i kanë ato. Qyre, ky deklaratat e kryeministrit pi mjaftojnë kur po thotë le të shkon presidenti, ka thonë le të shkon presidenti le të negociat. Ndërsa deklarata e kryeministrit kur po thotë s'ka negociata për territor, s'më mjafton deklarata. Edhe ai po thotë jo po bëj për territor. Po thotë qeveria s'ki mandat. Le del Ramushi le të shki mandat. Sikur tash opozita thotë po
me sfidu qeverinë. Po, Glau, qashtu është aktualisht qashtu është qeveria ka caktu një delegacion për me negociu, po presidenti aty është. Aja që ka unë po thamë është. Si doni ju qeverinë, thunë, apo doni ju me nëzirë nga loja teritorin, negociatat për teritor, për korrigjim, presidentin, po ne po bëmi pjesë e këti delegacioni, presidenti le rrinë në rolin e ti ceremonial që e ka. Cini është roli ceremonial i presidentit, e fillon një proces, ja e dorën, ju e thot qeverisë dhe delegacioni shtetëror, vazhdoni tash ju punën e madhe, punën e randë bane, në fond... Dita Tahirit, kryne jo se unë në fund ja lidhi kry kësaj punën. Ja, në fond, ku ju ta kryni, Jo, vjen presidenti me një letër, qeveria me një letër. Po nuk është qashtu Po ky mirë, president. nuk është qashtu. Unë po tham, këta mujnë me ban. Apo s'po ku këta mujnë me provu me ban. Me detyru presidentin me heq dorë nga ky uzurpim që ja ka ban. Po, në shta protesta është një formë me provu, me heq dorë nga ky uzurpim. Unë me folë, se ti më tha, bilet shumë thati, kena bisedu nga aspekti filozofike, sociologjike i protestës, hajde qasë. A ja vlen me protestu? O gjithë ja vlen me protestu. A po, a? Edhe një shpetane, djemë të mi, ka njerë protestojnë, kur unë jam jo korrekt me mënyrat e mija që shune e uheqë familjen teme. Dy djemë i kam. Disa shpesh njën i ka 23, tjetër 21, disa shpesh kam protestuar. Ja vlen me protestu? Pa dyshim që ja vlen me protestu gjithmonë kushdo që beson që kauza e ti nuk po arrin të shtyhet përmes rrugëve vetëm institucionale. Gjithmonë ja vlen me protestu. Unë jam të thonë ajo që unë jam të thonë është, a presim zgjidhje nga ajo, a vetëm po pysim a ja vlen me dalë me protestu. Unë besoj që një opozit që i ka 57-8 mandate, ku gati e ka me arrit 61, mës me gjithë mjetë e tjera, rrugë tjera, teknika, taktika tjera, për me realizu qëllime edhe me u këthy protestës, veç sa për me rëzu, pa një ofertë konkrete se qysh do duke qeverisë e ashme, nuk më ne që është në vendin e duar edhe në kohën e duar. Do me thonë juve në protest këna mjë po? Jo, nuk do me thonë që më shenet protest, mush më pa, mush më pa. është këtësisht bindje... A se ki do menjen halo, a ki me dola, a s'ki me dola, a ki do menjen? A i lam të ashtë se s'ka rëndësi që ka bajon, rëndësi ka që Vlaukut më maje fotografi me 100.000 njerëz atje. Për Kosovën është mirë. A është mirë po thua? Me kalzu presidentit që ky lloj i dialogu që ti ke filluar është i gabuar. Kosova nuk e ka luksin këto rrethana me hinë në negociata për territor, sepse çdo hyrje në negociata për territor, unë jam i bindur që Kosova e çet humbs. Prandaj edhe nuk jam për atë. Unë fundit që s'ku marrë me përfaqësu mazhorancën, erdha me idenë që po flasim për krejt na e di informati i përfaqësimit edhe bisedime vazhdim punu për i Beogradit. Në Kosovë është dalë për te rezolutës, për mi rezolutën dhe qeveria nesër, kryeministri nesër e ka mandatin e merë letrën e kuvendit edhe shkon të partit opozitare edhe hajde po ndërtojmë angazhime apo paraqet qëndrimin e vetë, por e ka delegu në një formën tjetër, është delegu kjo drejtë dhe këtu jemi tash. Shumica shqiptare është kuvend, nuk merë pjesë as LDK në këtë proces. Procesi si t'il është edhe matutin mjegull, as nuk ka format negociatave përveç parimeve apo udhërofysi i Washingtonit si dokumenti fundit. Po në cilin na që jena njoftu me ato parime, dim sakt që procesi çon drejt normalizimit, po nuk ka kur gjo sharumet, zbardhën, s'pakun besoj që deri në përfundimin e referendumit Maqedonisë do të ketë kur gjo konkrete, në këtë rafsh, as konkrete. Aja që përna për qëndeve është politika përqarëse. Përmendi dhe kjo, na keme vazhdu tash me punu me 2 seanca, opozita në seancë dveta, pozita në seanca dveta. Ne për qashtje programit IPES edhe disa programin interes vendina nuk e kemi nalna, po vazhdojmë me ndërtu bashkëpunim dhe angazhime me grupin parlamentar të vetëvendosjes edhe me leadershipin e vetëvendosjes për format e bashkëpunimit. Asni formë nuk është të preashtu me këtë bashkëpunim tonin. LDK-ja në 2 takimet e fundit e ka diskutu letrën e kryetarit vetëvendosjes dhe ne vazhdojmë me zbërthy atë kërkesë vetëvendosjes deri në çdo instancë dhe çdo angazhim tonin, por besojmë që një rol
edhe të na, do të pas një rol, një definim, një qartësi për mënyrën e organizimit, për kulturën e organizimit, sepse kjo dallim është. Është ndoshta herët me thonë shumë çka për kësaj apo a keni do menjen apo vendimin se qysh kur kish me qenë qaj momenti nëse ju e kishit organizu si LDK, në formën edhe kulturën që po doni, kur kish me qenë? Sa kesh du të më bu situata për ju me konsideru që ta sho vakti? Më thonë drejtën, nuk ka të bëj vetëm me përkeqësim gjendje, se gjendje janë kuptimin e numrave edhe kuptimin social o shumë keq, nuk ka ku me shku. Problemi është se sa paknacia e reflektohet e njerëz, se edhe protesta është mobilizim. Na që na morë me këtë punë, na dim edhe para luftës edhe bili është morë edhe në Evropë, me organizim protestave për drejta mrena. Edhe tash, manifestim politik, ka kërkesa, po kur bëhet mirë paqësore, kur ditë për çka po bëhet, edhe kundër kujt edhe për çfarë. Kjo është natyra e protestës, kur gjë tjetër. Prej sallave njerëz e gjerë rrugë me ju kallëzu që është këtë kjo angazhim, kur gjë të keqe nuk ka. Sa ka dhënë rezultat, unë thash, krejt aja që e ka frikën te antari i LDK-s, te njerëz e LDK-s që e ndërtu mbi rezistencë aktive, sepse neve na kanë qytë përpara parti pasive për unë status quo, edhe para luftës edhe mas luftës, nuk ka të bëjë me ta. Ka të bëjë me frikën që të mos dëmtohet shteti, të mos dëmtohet jeta e njeriut. Në Republikën e Pavarur me vdekje dikush në rrugë është tragedia më e madhe, se jeta e tij është më e vlefshme se diçka tjetër. Kjo është ajo që ne kemi për momentin. Në momentin që i largojmë këtë ndjenjë, edhe kemi të qartë, natyrisht asnjë formë, në asnjë mënyrë se kemi përjashtu. Duke qenë edhe vetë organizator, nëse ka nevojë edhe të bashkëpunu. Veç pak, zotnia Abazi ka kërku fjalën pastaj ju. Vesh një dimension që i ndërlidh këto dy konceptet, cila është alternativa dhe pse protesta. Na kemi po një deklarim eksplicit të kancelarës Merkel drejt presidentit, gjithashtu që nuk toleron Gjermania një ndrym të kufeve, korrigjim të kufeve, që unë menoj është edhe më tutje që i kemi të bëjmë me shkëmbim të popullatës, se po flasim për vija të paqarta, po në fakt mrena ides kemi të bëjmë me shkëmbim të popullatës, sidomos asaj shqiptare Lugin Preshevës. Po kjo lidhet me protestën edhe konceptin për cilin Bilali po flet, duhet me kuptu që këtu është një proces i cili është i nisun e quhet procesi i Berlinit. Edhe në mend se politika kosovare, leadershipi kosovar, me përdor një platformë e cila është e ndërlidhur drejt për së drejti me integrimet evropiane, e ka reduktu dialogun Serbi-Kosovë si një platformë të dy presidentëve, cilët duhet mu marrë vesh në përskuta të Evropës. Është platformë evropiane e procesit Berlinit, ku qeveria e Kosovës edhe presidenti asnjëherë nuk e kanë bo punën e tyne për me përdor, për me zgjidh problemet e veta me shtetet fqinje, përfshija dhe Serbin, ku është konceptu. Arsyeja pse ekziston procesi Berlinit është me i eliminu gjitha problemet e bashkëpunimit që janë sot, ndërmjet shteteve të Ballkanit për një integrim të qetë edhe pa probleme në Unionin Evropian. Dhe nuk ka nevojë me kriju platforma të reja, nuk ka nevojë as strategji të reja. Kosova është shtet i njohur prej 110 vendeve me territorin që ka, dhe ky është rreziku i parë edhe më i madh që në momentin kur ti flet për ridefinim të kufeve, ju thua atyne që ju ka pranuar Kosovës pavarësinë se ndoshta edhe nuk jeni gut që na keni pranuar, se na pas kim pas ende probleme me sovranitet dhe integritet territorial. Unë parimisht mundem me pajtu, mos harroni kufiri Kosovës është prek pa Kosovën, në dëmë të Kosovës, një marrëveshje Milošević-Grigorov që është ratifikuar në OKB 2002. Dhe është bën dëm të Juglindjes. Praktikisht është trekonshi kufitar në mes Maqedonisë, Kosovës dhe Serbisë. Serbia ka dhënë tokë Kosovës, a Maqedonisë ka marrë tokë për vetë. A është vonë me ngrit tash? E ki pranu? Jo, është ngrit edhe me kohë, por ka qenë kushti Maqedonës vetash, se di si kemi me thirë se në bo verior, ka qenë kusht me pranu pavarësinë e Kosovës, Kosova me njoft kufirin edhe me njoft emnin kushtetues. Edhe kjo ka kaluar këtë proces. Ka kaluar i tre. Para pavarësisë. Jo, mas pavarësisë. Për njojën e pavarësisë Kosovës e këna bo. Maqedonasit, qëta që janë kushitet tonë, kanë bo kusht pranimi Republikës Kosovës, nga ana e Maqedonisë ka qenë me dy kushte. Kushti i parë ka qenë njoja e kufirit, sipas ratifikimit që e përmena,
atje, edhe dyta ka qenë emni kushtetues. Unë kam qenë shefi grupit parlamentar dhe kësë kam reagu, ndërprej seanca për disa orë, jemi këthy mandej kemi votu, sepse është llogaritë si shtetë fqinj, mund bënë 2 përveç Serbisë, në mos njohë mund të dëmtojnë procesin. Edhe ajo tokë, edhe ajo territor, edhe ajo frikë, edhe për mu, na jena pajtu, po për mu nuk është të zgjidhur deri në fund. Po jeni pajtu tash, zgjidh pas zgjidh. Po, me rreshje patësore. Mirë dhe? Tash unë nuk po luj avokatin e dikuj tjetër, po sasaj të drejtave politike shqiptarëve. Kur gjë tjetër, nëse mëna me zgjedh pa territor, në mënyrë absolute, lëvizja e njerëzve, shkëmbimi i njerëzve, është e papranueshëm. Nuk mund të mendoj me. Po mund të mendoj si pasojë. Është e papranueshme, po është diskutuar edhe çështja. Mund të më qenë pasojë. Mund të më qenë pasojë. Kur të preken territoret jashtë parimeve, të negociatave, jashtë parimeve eventuale të negociatave. Kur preken territoret, ka zhvendosje humanitare të popullatës, me marrëveshje ka ndodhur, dikon pa marrëveshje shumë afër në Jugosllavi, por kjo nuk është ajo që mund përcjell si frikë, për frika jam është po punohet që kufiri i Kosovës me met de jure aty ku është sot. Po, edhe? Që de facto i bjen kontrolli absolut i Serbisë. Na do të me ndërtu angazhim politik me largu Serbin nga kontrolli de facto i territorit të Kosovës. Kjo është e para. Edhe ma rëndësishme sepse dy lumejt kryesor që ndajnë Kosovën në vende tjera, Serbia është zdjerë me autoritet. Deri Niber me autoritet dhe përmes njerëzve vetë, deri Morat Gilanit me polici dhe me kufi zyrtar. Dhe kjo është problemi serios me Serbinë që do të mos jetë herë të kurdo. Tash, na muna me pas formatin e përfaqësimit se dojmë. Po shkohet pa kritere në bisedime edhe në përbajtona. Nuk ka kritere, nuk ka. Dhe kjo të mos flasmi tash nëse ndrohet edhe roli i ndërmjetësit, si garantues. Kosova definitivisht nuk mund me dalë sukses. Se janë 2 parime që Kosova i ka vendosur në 10 për këtë punë. Neutraliteti i bisedimeve, vendi neutral, edhe ndërmjetësi që garanton këtë marrëveshje. Pakta s'ka, por ju beshemni Kosovë në Serbi është ka të ecin 2 njerëz shkon pushteti. Edhe në Serbi ka shkon Vučići shkon pushteti, po na nuk do duaj. Nuk e ka që atë njëjtin pushtet. Nuk e ka, si Vučići Vučići e ka shumicën parlament vetin, që tu Hashim Thaçi nuk e ka shumicën parlament vetin. Vučići definitivisht në mënyrë autokrate. Mirë dhe veç ajo dallimi mes Vučićit edhe po është edhe pa kulturë serbe, historikisht ata udhëheqën me autokratëve, edhe në kohën e komunizmit e kanë pas autoritetin që po du me thonë që së njëjtë. Faleminderit veç pak, zotin Sherifi, në fund jemi shumë shkurt. Një pyetje kam për Luton. Tha që formatën e dialogut e ka caktuar Serbia. Kam një pyetje, hipotetike, tash një situatë hipotetike, u mbajtën zgjedhjet, shkum zgjedhje, fitoi LDK-ja me vavale banë qeverinë. Kush do të udhëheq dialogun, marr parasysh faktin që Serbia pesa këtë ka formatën? Kryeministri i Kosovës është i mandatuar. Serbia ka caktuar Serbia në momentin që Cili ishte roli presidentit në një qeveri tjuar? Në një Serbi në një Serbi roli presidentit në një qeveri LDK-s, në një qeveri LDK-s, presidenti rren në Kosovë dhe Serbia unitetin e popullit. Pse ju po mujshin as po mujshme? Se keni bishtë në ndere, ki gjykatën speciale, ki probleme, pa fond. Ti sa bishtë e kje? Është me rëndësi so i ka mund, në nërdere si ka. Është fakt. Po dhe për nërdere keni. Unë e prita reagimin ma racional që Bilali me thonë se edhe me regula shtetënore, nivelli përfaqësimit shteteve, edhe në bisedime, edhe në takime, shkon proporcional. Me pason kë, nëse Serbia shkon me president, pse Kosova mësë shkon me president, është shëtem racional. Kosova ka dhënë mandat qeverisë. Kosova ka dhënë mandatin qeverisë. Cili të ishte roli i presidentit aktual, se ai edhe një 5 vjet... Qashtë që ka pas Jaga? A din, sështë kjo e jashtëzakonshme? Po në kohë LDK-ja, a ka qenë qeveri të kohë? Ka qenë PDK-ja me Thaçin kryeministër. Po veç atëherë nuk kanë qenë këto negociatë duke zhvilluar nivel kryeministra, valla.
Po, sepse Vučići ka qenë kryeministër në Serbia. Po, që ta të thonë edhe une. Po, se të dosh me ngue. A ke se të dosh me ngue? Komision? Se të dosh me ngue. Komision për bashkë qeveritar? E që ta të thonë une. I kontradiktor, o bilave, s'po do me ngu. Nëse munish masanej me qitë pejloje, munish edhe tash. Po ti po dënë gjithë qysh me konë qeveris, po do ata me qitë pejloje. Pra, jo keni halën qysh me në qeveri, jo qysh me qitë hashimi pejloje. Po, jo, është problemi që me që qeverisu në qatë pejlojës. Nëse munish masanej, apo nëse munish masanej, pëse s'munit sot. 58 vota janë, pëse s'munit sot. E dini Kosovë, janë dy mënyra me rëtu qeverinë. Është mocioni edhe vetë rëzimi. Vetë rëzimi është metoda ma e afirmume PDK-s. Shpërndarja kuvendit, është edhe një. A me mocion dash vokacionin e ka morë nisma, se këta janë organizatorë të mirë kësaj pune. Po presim me padurim me nga bashkan gjitë nisma për me bo këtë vepre. Unë ju këmë thonë, në konferencë për shrupe këmë thonë, na të regoni a dilni mas pari, dilni me një listë përbash, dilni me një program, dilni me një platformë, keni arsye më thonë njerëzve, hajde na mbështeti se kemi një alternativë. Kjo kështu, hajde e vrapum 100 metra, haki jashtë një hunën i pari, dorën, atje, po tash hajde edhe një herë vrapojmë. Shkan kjo kështu, se apet kemi pas, nuk Po është dhe dialogu që ashtu, i keni gradë, qysh o gradë e tash, hajde bashkan gjithë tani. Një koalicion që e ban një listë përbashkët me 60, me spaku 51 mandate, që hinë ngarë me fitu 51, ku edhe me 10 minoritetet. Pse ju po pritni prej këtyre me ju kallëzu listën, pse s'po hini me bo listat bashkë? Unë nuk pojmë i bo këta bashkë, ta nuk po bashkë vetë njëre. Shumë letë është formula shumë letë. Tash, ashtu, se sondazhet këmë favorizojt, ama apet nuk e qesin fitu aja rrugë që ke trasu mërzu LDK-n për qeverisë, së trasoj e rëzojmë PDK-n edhe 20 vjetë ashme PDK e rrejnë opozit. Ma me ka? Me qeverisë masane. Me LDK-n? LDK-a qeverisë me vetë vendosjen edhe ju në animoni. Jo, bre, ju su kini mu morë veç, ju su në murë veç tash. Okej, të shikus në diru, më pashdoni. Në kalzo.com me në shkru, do t'i marim parasysh raportimet e juja, do t'i hullumtojmë, deri tejtën e arshme, ka që kishim për sonte.